Përshëndetje. Željko Ražnatović u gjenë më 17 prill 1952 dhe u vra më 15 janar të vitit 2000. I njohur si Arkan. Ishte komandanti një force paramilitare serbe gjatë luftrave në Jugosllavi, të quajtur Garda e Vullnetarëve Serb. A ishte në lidhjen më të kërkuarve të Interpolit gjatë viteve 1970-1980 për grabitje dhe vrasje të kryera në disa vende europiane dhe më vonë u akuzua nga OKB për krime kundër njerëzimit. Ražnatović, deri në vdekjen e tij ishte bosi kriminal më i fuqishëm i Ballkanit.